pa diskutim që ligji për pastrimin e parave nuk mund të fokusohet vetëm në kushtet për terrorizmin. Është një ligj I cili paratë e pista dihet që tashmë nuk ka paratë e pista tha majoranca. E madhe për Himçi. Janë paratë janë qelibar të pastra thanë eksponentë të ndryshëm të majorancës. Paratë janë të pastra, janë totalisht procedurat janë totalisht që kontrollojnë çdo lloj paraje nga ana e qeverisë. Kjo është një absurd I madh. Kur ne kemi raporte Po vërtet si qëndro, se kjo na intereson për te propagandës. Ja, pikërisht këtë po ju sqaroj, ku kemi një raport të detajuar të Departamentit Shtetit, ku konstaton që Shqipëria është kthyer në një lavatriçe të pastrimit parave për gjithë Europën, dhe jo vetëm kjo, por deklaron që 56% e parave në ndërtimin e kullave të mëdha justifikohen nga bizneset. Pra rreth 44% tjera mbeten të pajustifikuara, nëpërmjet kredive, dhe sigurisht këtu fillon pjesa e lavatriçes së pastrimit parave të pista. Për sa I përket këtij aspekti, sigurisht që neve jemi në një pozitë, do të thoja, ku forca e kartonit sigurisht dominon dhe nuk pyetet më as për argumenta, as për aspektin e qëndrimeve politike, siç është partner strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Bashkimi Evropian, të cilët kanë pasur një qëndrim të saktë për pjesën e pastrimit të parave. Tashmë, po ju jap një shembull të thjesht edhe për opinionin publik, pretendoni sa ka rënë vlera e euros nga 1400 lek ka qenë në kohën kur PD-ja la pushtetin dhe sot ka shkuar 96 lek. Pra, sot që ne flasim, I ke vjedhur qytetarëve shqiptar për çdo euro 54 lek, ose thënë ndryshe, për ta bërë më praktike, nga 100.000 euro të depozituar të kursimeve që mund të kishte një emigrant, nëse në vlerë e para 12 vitesh ishin 140 milion lek, sot ka 96 milion lek. 24 milion lek. Kjo për shkak të sasisë madhe të futjes së parave të pista. Nuk është vetëm çështja e turizmit siç e justifikon ministri I Financave. Nuk është vetëm çështje e rritjes apo mirëqenies ekonomike, sepse në Shqipëri nuk ka rritje ekonomike, nuk ka mirëqenie ekonomike, është shtuar varfëria përkundrazi. Dhe me këtë politikë që përdori qeveria shqiptare, por sigurisht justifikoi borxhin publik, sepse duke vjedhur kursimet e remitancave apo të emigrantëve shqiptar, arriti të rikuperonte borxhin publik, pikërisht nga kjo lloj diferencë e madhe e kalon me qëllim të vetin qeveria shqiptare këtë lloj gjëje, dhe kjo është kriminale që ti vjedhësh kursimet qytetarëve shqiptar dhe që eurat të shkojnë në pikjat, gjë që ka dëmtuar ekonominë e vendit, ka dëmtuar, siç thash, të gjitha kursimet e shqiptarëve që janë në valutë, por ka shkatëruar dhe një sër sektorësh blet, siç është sektori fasonerisë, ku nga njëra anë kontratat mund të jenë disa vjeçare të lidhura në për shumë vite, një kontratë dhe është lidhur në euro, dhe një biznes e ka lidhur me 1400, ndërkohë që euro ka shkuar 96. Dhe akoma më keq kur ti pagat e punojësve ja ke rritur biznesit fason, pra I ke quar, domethënë sot paga minimale është 50.000 lek, pas një lloj justifikimi të rritjes ekonomike. Pra, vetëm një ditë bukur kryeministri toni shkrep në kokë që do rris pagën minimale dhe e rrit dhe s'ka asnjë lloj justifikimi të një analize kostove financiare apo të një analize të rritjes ekonomike që po shkon në këtë lloj rritje graduale të pagave, sepse ka pasur një rritje të